palëve rifilluan mbas kërcënimeve ushtarake pra që ishin duke u bërë. Mendoni se të dyja vende do të arrijnë ta ndajnë logjikën e kërcënimit dhe diplomacisë për të shmangur ndoshta një konflikt të ri në lidhjen e mesme? Unë besoj se skenari i qershorit të vitit të kaluar, që Amerika, Shtetet Bashkuara të Amerikës lajmëronin për bisedime dhe nga krahu tjetër pa kujtuar edhe në një befasit plot arritën të godisnin pikat kryesore ku vazhdonte pasurimi i uraniumit, do thosha që nuk funksionon më. Pra, i njëjti skenar nuk mund të funksionojë dy radhë. Në këto kushte kam bindjen që do të shkojnë paralelisht të dyja, do shkojë kërcënimi dhe pjesa e diplomacisë, ose si i themi në gjuhë popullore, parimi i karrotës me shkopin. Pra, do shkojnë paralelisht, besoj të dyja. Pra, bisedimet e tavunit nga aspekti i delegacioneve dhe përfaqësuesve të dy vendeve, por njëkohësisht edhe kërcënimi nuk do të jetë i larguar, kërcënimi ushtarak. Pra, prezenca e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me flotën ajrore dhe detare nga më të fuqishmet në linjën e mesme do të jetë aty dhe do të shoqërojë gjatë gjithë kohës bisedimit deri në përfundimin e nënshkrimit të një marrëveshje me kriteret që tashmë janë përcaktuar ose kushtet, dhe le të presim të shohim se cilat do të jenë në vazhdim kriteret e reja apo kushtet e reja. Jam i bindur që në këto momente aty do të bisedohet dhe në bisedime do të ketë edhe lëshime, do të ketë edhe tërheqje, do të ketë edhe përcaktime dhe në fund do të jetë ata liderit e tyre që do të vendosin se për çfarë dhe si e kush do të jenë pikat e nënshkrimit të një marrëveshje. Zoti Prenga, nga ana tjetër, sa të drejtë shihni dhe përjashtimin që vetë presidenti SBA-s Donald Trump ka bërë pra që çdo marrëveshje do të përjashtonte çdo marrëveshje që do të lejonte armët bërthamore për Iranin? Unë mendoj që kjo është kthyer ose rikthyer pas 4 vjetësh që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar dhe kanë folur me bashkërisht Putini me Trumpin për t'ju rikthyer edhe një herë asaj për cilën kanë diskutuar dhe ekziston një marrëveshje kuadër për sa i përket ndalimit të përhapjes së armëve bërthamore. Në këtë kuadër, Iranin nuk duan ta lejojnë që të bëhet një shtet tjetër plus që posedon armën bërthamore, e cila do të jetë vërtet një kërcënim i madh, jo vetëm për rajonin, por shumë herë më tepër. Në këto kushte ata do të përdorin çdo lloj mënyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës sidomos, për të mos ja lejuar një mundësi të tillë. Dhe këtu përbahet edhe po gjithë thelbi i bisedimeve të delegacioneve, edhe për të krijuar, dhe këta kanë pranuar dhe biseduar edhe me Putinin për të mund të qenë vendi i tretë që të pranojë depozitimin e 400 kilogramëve të uraniumit të pasuruar dhe të mos dale asnjëherë Irani jashtë, si më themi, pasurimit të uraniumit për nevoja ekonomike. Pra po që se kalon përqind e pasurimit të uraniumit në nivelin mbi 60%, atëherë ai në çdo moment mundet që të krijojë koka me mbushje bërthamore, pastaj pjesa tjetër është krejt më e lehtë për sa i përket transportit për t'i hedhur apo shtrateve të lëshimit të raketave me koka bërthamore. Kjo do të jetë një kërcënim shtesë do të thosha për gjithë globin. Kështu që kjo do të jetë lufta dhe vazhdon të jetë lufta Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për atë arsye përdor edhe kërcënimet e gjithashme të një sulmi të mundshëm ajror apo detar. Nuk bëhet fjalë mendoj unë për sulme toksore apo pjesëmarrje të komponentit toksor në këtë sulme nëse do të ndodhin. Unë uroj të mos ndodhin, por kjo do të varet gjithmonë nga palët që janë të ulur në tavolinë e bisedimeve dhe sa do të pranojnë kushtet reciprokisht. Dhe përveç kushteve që do të pranojë Irani, atëherë cila do të jetë pjesa e përfitimit për hir të këtyre kushteve nëse ata do t'i pranojnë. Sepse në një tavolinë bisedimesh, jo gjithë njëri të jap, njëra palë të jap 100% dhe pala tjetër përfitojë 100%. Natyrisht që ka edhe reciprocitet që duhet përdoret në tavolinë e bisedimeve, sidomos në diplomaci.
E qartë. Mirë, zoti Prenga, për të mbyllur, pyetja e fundit, duke parë edhe vonesat e mëparshme pra të konflikteve që janë krijuar në linjën mesme dhe jo vetëm, kemi parë se negociatat kanë qenë sigurisht të ndërlikuara dhe ndoshta palët nuk kanë rënë dakord ndonjëherë. Mendoni se këtë herë do të mjaftojë vetëm vullneti politik pra për të tejkaluar të gjithë këtë konflikt të ri që mund të ndodhë dhe për të arritur ndoshta një marrëveshje? Unë mendoj se askush cili do qoftë në një tavolinë bisedimi përpara se të shkojë dhe të paraqiten kërkesat, askush nuk do të dështojë. Dhe jam i bindur që as Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Irani, as njëra palë nuk duan të dështojnë. Secila palë do të marrë atë që mendon se është më e arsyeshmja për te. Në këto kushte, pjesa e bisedimeve është ajo që i parafron qëndrimet dhe kërkesat janë apo s'kan argumenta në mënyrë të tillë që pala tjetër ta pranojë. Në këto kushte Irani jam i bindur që nuk do të kishte pranuar negociata as ulën në tavolinë, por e ka bërë nga presioni i madh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë ushtruar. Shto këtu edhe situatën e brendshme, pavarësisht se ata e kanë shtypur me gjak, me dhunë protestat. Ka fare pak tash krahasuar me ato që kanë qenë, por gjithsesi ata e dinë mirë se përveç protestave të brendshme, situatës delikate e shpërthysur nga momenti në moment, është situata tjetër ekonomike me sanksione që janë vendosur dhe jam i bindur që nuk mund t'i përballoj Irani gjithë këto faktorë që ndikojnë drejt për së drejti dhe e dobësojnë në mënyrë të vazhdueshme sistemin e tyre të drejtimit qeverisës, kështu që në këto kushte kam bindjen që ata e menduar mirë përpara se të merren një vendim të tillë për të ulur në tavolinën e bisedimit. Tavolina e bisedimit do të jetë ajo që do të tregoj përfundimisht në finalizim që shto këtu edhe presionin, e thash, do të detyrimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në minutën e fundit që do të nënshkruhet marrëveshja me kushtet që ata kanë kërkuar të paktën deri tani. Uroj që të mos shtojnë kushte të tjera, sepse po që se shtojnë në mënyrë të vazhdueshme dhe takim pas takimi kushtet, atëherë kjo do të thotë që jemi ulur, por nuk kemi për të arritur gjë kundi e nuk kemi për të nënshkruar marrëveshja dhe detyrimisht fjala do t'i mbetet për fat keq do thosha unë nëse do të ndodh, unë nuk do të shëroja, nuk do e uroja, do t'i mbetet pastaj ndërhyrës ushtarake, cila do qoftë kjo.